thot pejgamberi alayhi salatu wassalam se la yezni zani hina yezni wa huwa mu'min. Nuk bon zinahqari imoralitet, kur bon imoralitet, dhe ai domethënë në atë situatë domethënë nuk e ka imanin të plot. Kur bon mekatari, gjatë kryerjes së aktit të atit mekatit, nuk e ka domethënë imanin të plot. Dhe gjithashtu edhe ai që bon plaçkitje. Edhe ato Khawarij domethënë, Khawarijt, edhe më duket ka thënë Ustadi Xhemali, ka bën një shkrim njerë se Khawarijt janë murxhia. Ishte një shkrim para një vite diçka. Çka thonë Khawarijt? Zina me bo me Maqedonkat, semin luft, e kimi halal zinan. Vjedhje, plaçkitje, celularve, e duqaneve, kështu, e kanë halal. Pse do thonë, bohu Kharijji, çdo lloj mekat pasaj që vjen, nuk të dëmton. Gënjeshtra nuk të dëmton. Edhe realiteti është më thonë se Khawarijt me vetdije, ose pa vetdije, kanë qenë shërbetor të qafirave. Se tash ne po çuditemi, jo po ky Zekeria Qazimi doli puna bashkëpunon ose s'bashkëpunon me lloj-lloj njerëz të prishur. Ibn Seba, i pari i Khawarijve që i kanë nxit Khawarijët kundër Uthmanit radiallahu anhu, Ibn Seba ka qenë qifut. Qifut që ka hyrë në islam me e prish islamin nga brenda. Dhe i ka përdor Khawarij si mash, që ta bojnë punën e Ibn Seba që ka qenë munafik. Shikon, prej atëherë, Khawarijt e bojnë punën e armiqve të islamit. Që me i dëmtu muslimant. Edhe kjo është realiteti, domethënë, edhe i sotit. Domethënë që ato Khawarij, shkokat e Khawarijve, Daesh, ISIS, El-Qaida, ata domethënë ku bojnë sulme? Vendet ku janë musliman. Vendet ku jetojnë muslimanat, i sulmojnë muslimanat, i vrasin muslimanat, i keshpërdorin fëmijët e muslimanëve, edhe me slogane të rreshme dhe me mashtrime se duke bërë xhihad. Xhihad po në rrugën e shejtanit, jo në rrugën e gjithëmëshirshmit.